Të gjithë binjakët ndajnë një lidhje të veçantë, por Anna dhe Lucy vendosën ta çojnë atë në një nivel krejtësisht të ri. Ato nuk ndajnë vetëm ADN identike, ato ndajnë edhe të njëjtin të fejuar. Tani po planifikojnë ta çojnë lidhjen e tyre dhe më tej duke mbetur shtatzënë në të njëjtën kohë. A ka ndonjë gjë që këto motra të pandashme nuk e kanë bërë bashkë? Thuaje edhe me shumë gjas e kanë përjetuar tashmë krah për krah. Të lindura në 19 korik 1986 në Perth, Australi, Anna dhe Lucy kanë vetëm një motër tjetër, një motër më të madhe nga nëna e quajtur Vana, e cila është 12 vjet më e madhe se ato. Nëna e tyre kujton se pati një lindje relativisht të lehtë, me binjake që erdhën në jetë vetëm 1 minutë larg nga njëra tjetra. Lucy, me madhja nga të dyja, ka qenë pranë Anës që nga lindja dhe që atëherë kanë mbetur të pandashme. As nëna e tyre nuk mund ta kishte parashikuar se sa të afërta do të bëheshin Anna dhe Lucy. Binjakët pranojnë se e përjetojnë ankth ndarjeje, të pafta për të duruar ndarjen për shumë gjatë, ka që thellë është lidhja e tyre. Pavarësisht kritikave që kanë marrë nga shumë njerëz për zgjedhjet e tyre të pazakonta, ato nuk shqetësohen dhe qëndrojnë besnike ndaj vetes dhe lidhjes së tyre unike. Lucy e shpreh thjesht: nëse nuk e pranon, nuk do të jesh pjesë e jetës sonë. Kushdo që na takon e di që ne duam të jetojmë si një person i vetëm. Binjaket e pranojnë ekzistencën e kritikave dhe komenteve negative online, por nuk ndihen të prekura. Njerëzit mund të kenë mendimet e tyre, por në fund të ditës ne nuk po lëndojmë askënd. Jam krenare për këtë marrëdhënie të bukur. Për Anën dhe Lucyn, ato janë një dhe e njëjta. Çfarëdo që bën njëra, duhet ta pasqyrojë edhe tjetra. Ato e quajnë veten shpirt binjak dhe nuk mund të mos biesh dakord me to. Por për sa i përket partnerëve mashkull, si përfunduan duke ndarë të njëjtin burr? A kanë pasur ndonjëherë partner të ndryshëm? Me sa duket, së shpejti do ta zbulojmë. Anna dhe Lucy ndajnë gjithçka. Çdo gjë që zotrojnë, gjithçka që bëjnë e ndajnë bashkë. Ato janë të vendosura të bëjnë gjithçka njësoj, edhe nëse do të thotë të ndajnë të njëjtin burr. Ato janë të përkushtuara të mos jenë kur larg njëra tjetrës dhe këtë e zbatojnë në mënyrë rigoroze. Që nga ushqimi që hanë, rrobat që veshin, aktivitetet që bëjnë çdo ditë deri tek ndarja e të njëjtit të dashur, binjakët janë të pandashme në çdo aspekt të jetës së tyre. Ato veshin të njëjtin veshje, bëjnë të njëjtin model flokësh, përdorin të njëjtat produkte, konsumojnë të njëjtin ushqim dhe madje hanë me të njëjtat pirun. Po, ju dëgjuat mirë? Çdo vakt hanë me të njëjtat pirun dhe gota. Ne nuk mund të hanë veçmas, gjithçka duhet të jetë e njëjtë. Përndryshe nuk ndihemi mirë, tha Lucy. Edhe kur bëjmë dush, hymë bashkë dhe për të shmangur prishjen e ekuilibrit të tyre, secila lan trupin e motrës tjetër, jo të vetin. Dhe kur bëhet të fjalë për jetën time, atë intime, po edhe atë e ndajmë. Anna dhe Lucy janë të lidhura me të njëjtin burr, Ben Barney. Ben është mekanik elektrik nga Australia dhe është një njerëz zakonshëm me një jetë të pazakontë. Ajo që e bën marrëdhënien edhe më unike është fakti se ajo është binjak identik me veten e tij. Domethënë, nuk ka binjak. Ajo është vetëm një dhe e ndan jetën me 2 gra identike. Ato janë të lidhura me Benin që nga viti 2012 dhe e quajnë dashurinë e tyre të jetës. Që në fillim ai e pranoi marrëdhënien e tyre të pazakontë dhe nuk u përpoq që t'i ndryshonte. Ai kur nuk na ndan. Nëse ai puth njërën, menjëherë do të puth edhe tjetrën. Ai nuk bën dallime mes nesh dhe na do njësoj, tha Anna. Në vitin 2021, Anna dhe Lucy u angazhuan me Benin, por edhe ishte e pamundur që ata të martohen për shkak të ligjit australian që ndalon poligamin. Megjithatë, ata kanë menduar një mënyrë tjetër për të vullosur angazhimin e tyre dhe kjo është përmes një marrëveshje të veçantë që ata kanë bërë. Jemi të angazhuara me të dhe jemi gjithmonë të lidhura, tha Lucy. Marrëdhënia jonë është e pazakontë, por kjo është ajo që na bën të lumtura. Përveç kësaj, Anna dhe Lucy kanë menduar të krijojnë një familje të veçantë. Qëllimi i tyre është që të mbeten gjithmonë të lidhura dhe në të njëjtën kohë të jenë nën të fëmijëve të njëra tjetrës. Dëshira e tyre është që në të ardhmen të kenë fëmijë dhe të rrisin ata së bashku si 2 nëna dhe 1 baba. Ne do të kujdesemi për fëmijët e njëra tjetrës, do të rrisim si fëmijët tanë, thanë ato. Nëse njëra mbetet shtatzën, tjetra do të ndjekë të njëjtën rrugë. Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi që kjo të ndodhë. Megjithatë, pavarësisht dëshirës për të pasur fëmijë, ato nuk kanë filluar ende të përpiqen për shtatzëni.
Tani nuk është koha e duhur, tha Ana. Ne I duam fëmijët dhe ata na duan ne, por jemi të përqendruara në karrierën tonë për momentin. Sidoqoftë, kur të jetë koha e duhur, do të bëjmë atë që është e nevojshme për të bërë gjithçka njësoj. Dhe kjo nuk është e gjitha. Ana dhe Lucy gjithashtu kanë vendosur të ndjekin një tjetër hap në jetën e tyre, duke krijuar një karrierë si yje të televizionit real. Pas sukseseve të tyre në konkurse të ndryshme dhe dukshmërisë që kanë fituar në mediat sociale, ato janë bërë të njohura dhe tani janë influencuese të njohura. Ne kemi mësuar se është më e rëndësishme të jesh I lumtur dhe të bësh atë që të bën mirë, tha Lucy. Nuk mund të lejojmë që mendimet e të tjerëve të na ndikojnë. Kjo është jeta jonë dhe ne duam të jetojmë ashtu siç e shohim ne. Përveç karrierës në televizionin real dhe punës si influencuese, Ana dhe Lucy gjithashtu janë të njohura për operacionet plastike që kanë bërë për të dukur sa më shumë njëra me tjetrën. Gjatë 10 viteve të fundit ato kanë shpenzuar mbi $179,000 për procedura kozmetike duke përfshirë implante të gjoksit, mbushje buzësh, tatuazhe të vetullave dhe trajtime për lëkurën. Ne duam të dukemi të njëjta, kështu që bëjmë gjithçka që mundemi për të mbajtur trupat tonë të përkryer, tha Ana. Dhe përsa I përket jetës së tyre personale, ato e kanë mbajtur gjithmonë të njëjtë, edhe kur bëhet fjala për të pasur partner. Ata kanë pasur partner të ndryshëm në të kaluarën, por e kuptuan se kjo nuk funksiononte për ta. Ne vendosëm të kemi një djalë të vetëm, thanë ato. Njëherë nuk funksionoi me djem të ndryshëm, sepse gjithmonë përpiqeshim të na ndanin, kështu që ne kërkuam një djalë që na do të dyjave njësoj. Dhe kështu e gjetëm Benin. Ata I takuan për herë të parë në Facebook dhe pas 6 muajsh ata u takuan personalisht. Tek imi ishte diçka që ata e priten me padurim dhe ishte dashuri që në fillim. Në atën që e takuam, e puthëm të dyja, tha Ana. Ishte shkëlqyer që nga fillimi u përshtatëm me njerë. Ata e panë se ishte me lehtë të ndanin të njëjtin djalë, sepse Ben I trajtonte ata të dyja njësoj dhe e kuptonte lidhjen e fortë që kishin. Ai e di që çfarë do që bëjmë për njërin, duhet të bëjmë për tjetrën. Ai e kupton lidhjen tonë dhe nuk na gjykon, tha Lucy, kështu ka qenë që nga dita e parë dhe nuk ka pasur asnjë xhelozi. Ben I cili është gjithashtu një binjak e kupton shumë mirë situatën e tyre. Ai është një binjak partneri dhe sipas Anës dhe Lucyt, kjo është arsyeja pse ai kupton më mirë se shumica e njerëzve. Jemi gjithmonë së bashku, 24/7, tha Lucy. Por ne është shumë më e lehtë të ndajmë një dashuri, sepse jemi gjithmonë bashkë, nuk është e çuditshme për ne. Ka shumë djem që mund ta shohin si një trofe të datojnë dy binjake, por ne duhet të sigurohemi që Ben të na dojë të dyjave para se të bijmë dakord të takohemi. Gjatë kohës që ata shikojnë filma, gjithmonë mbajnë duart dhe ata kanë qenë së bashku për 10 vjet. Kur shikojmë një film, gjithmonë mbajmë duart, tha Lucy. Kjo është diçka që na bën të ndjehemi më afër, sepse ne gjithmonë ndajmë gjithçka. Në vitin 2021, pas 10 vitesh lidhje, Beni bëri propozim dhe I kërkoi të dyja për dorën e tij në një park. Ajo çka është e jashtëzakonshme është se megjithse ato janë të angazhuara, ligji australian nuk e lejon të martohen pasi poligamia është një krim. Për këtë arsye, Ana dhe Lucy kanë menduar një mënyrë tjetër për të vullosur angazhimin e tyre. Ne nuk mund të martohemi sepse ligji nuk na e lejon, por kemi menduar diçka tjetër që do të thotë shumë për ne, tha Ana. Beni ka përmendur se është një situatë e komplikuar. Është hera ime e parë që kam 2 të dashura dhe për të qenë sinqert, është e vështirë sepse gjithçka duhet të jetë 100% e barabartë, tha ai. Në fillim ishte sfiduese, por tani e kemi mësuar se si ta menaxhojmë. Disa herë, spontaniteti është humbur, por kjo është mënyra që duhet të jemi tani. Të dyja, Ana dhe Lucy, kanë vendosur të bëjnë nënat e njëkohshme, një synim që është shumë më shumë se thjesht të kemë fëmijë. Ato duan të bëjnë nënat e fëmijëve të njëra tjetrës dhe të ndajnë çdo aspekt të mëmësisë, ashtu siç ndajnë gjithçka tjetër. Ne do të kujdesemi për fëmijët e njëra tjetrës, tha Lucy. Do ta mendojmë gjithmonë se çfarë është e imja, është e jona, dhe çfarë është e jona, është e imja. Ato I kanë thënë nënës së tyre se kur të bëhen nëna, do të kujdesen për fëmijët e njëra tjetrës dhe nuk ka asnjë dyshim se ato do ta ndajnë përvojën e fëmijërisë për gjithmonë së bashku. Ne do të ndajmë fëmijët tanë, gjithmonë do të jemi të dyja nëna dhe një baba, tha Ana. Ana dhe Lucy e dinë që mund të jetë e vështirë të mbesin 7 zënë në të njëjtin kohë, por kjo nuk I ka ndalur ato. Nëse unë mbetem 7 zënë, Lucy duhet të mbetet 7 zënë më njëherë pas meje. Trupat tanë duhet të jenë të njëjtë. Ne do të munduhemi ta realizojmë këtë, tha Ana.
edhe pse ato nuk po përpiqen akoma të kenë fëmijë, ato janë shumë të emocionuara për këtë hap të ardhshëm në jetën e tyre. Megjithatë, nëse do të përdorim IVF, do ta bëjmë së bashku për të siguruar që përvojat tona të mbeten identike. Për Anën dhe Lucien, kjo qasje ndaj krijimit të një familje është shumë ndryshe nga ajo që është zakonisht, por ato janë të vendosura të bëjnë ashtu siç e ndjejnë të duhur. Ne do të bëhemi nënat e fëmijëve të njëra tjetrës, ashtu siç bëjnë gjithçka bashkë. Do ta ndajmë gjithçka, tha Ana. Ato e shohin këtë si një hap të natyrshëm dhe të rëndësishëm në jetën e tyre, si dytë motra që janë të pandashme. Ana dhe Lucy janë të njohura tani për shumë këndë si figura të reality TV dhe influencuese të mediave sociale. Ata kanë marrë më shumë vëmendje për historinë e tyre të veçantë dhe janë të gatshme të vazhdojnë të ndajnë përvojat e jetës së tyre me ndjekësit e tyre. Pavarësisht se ata janë shpesh të kritikuara nga publiku dhe nga disa media, ato vazhdojnë të qëndrojnë besnike ndaj lidhjes së tyre të pazëvendësueshme dhe nuk lejojnë që mendimet e të tjerëve t'i ndikojnë. Ne i pranojmë kritikat dhe njerëzit mund të kenë mendimet e tyre, por në fund të ditës nuk po dëmtojmë askënd. Jemi krenare për këtë lidhje të bukur që kemi, tha Lucy. Nuk ka asnjë kërkesë që duhet të ndjekim dhe nuk duam të ndryshojmë atë që jemi për të përshtatur me standardet e të tjerëve. Ana dhe Lucy janë të hapura ndaj mundësive të reja dhe duan mundësinë për të lidhur dhe ndarë me të tjerët. Ato janë të lumtura që janë ato që janë dhe janë gati të vazhdojnë të jetojnë jetën e tyre pa u shqetësuar për kritikat.